Zyrtarisht, këtë të hënë është prezantuar prefektja e Sharkut Shkodër, Holta Duda. Në ceremoninë e prezantimit, i pranishëm ishte zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj, i cili tha se roli i prefektit mbetet i rëndësishëm për koordinimin ndërinstitucional. Me propozimin e ministrit të punëve të brendshme, Këshilli i Ministrave vendosi: zonja Majlinda Angoni, prefekti i Qarkut Shkodrës, lirohet nga këtë detyrë; zonja Holta Duda emërohet prefekti i Qarkut Shkodrës. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në fletore zyrtare. Ne kemi një konsiderat veçantë për rolin e prefektit, dimë edhe vështirësitë që kanë punë. Ajo që vlerësohet tek prefekti është që është një organ, është përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave në Qark dhe është një organ që ndërlidh të gjitha institucionet. Pra, ndërvepron qoftë me degët territoriale të dekoncentruara të pushtetit qendror, por qoftë edhe me njësitë vendore. Ajo që vlerësohet dhe që ka dhënë rezultat është shkurtimisht kontrolli i ligjshmërisë së akteve normative, që është një plus edhe për vetë njësitë e qeverisë vendore, dhe kujtojmë tu që aktet normative të qeverisë vendore nuk janë thjesht aktet e këshillave bashkiake, por janë edhe aktet e kryetarëve kur kanë karakter normativ. Dhe prefekti është një hallk shumë e mirë përpara se këto të implementohen në terren dhe eventualisht të lindin detyrime apo të drejta për qytetarët. Teksa Angoni falenderoi bashkëpunëtorët e saj, Duda u ndal tek rëndësia e detyrës dhe besimi që i është dhënë për të qenë në krye të prefekturës së Qarkut Shkodër, por edhe rëndësinë e vijimit të projekteve. Është kënaqësi që gjatë këtyre 5 viteve e më tepër bashkëpunimi me çdo strukturë të njësive vendore apo të përfaqësive të drejtorive rajonale ka qenë një punë sa herë lodhshme, po aq herë edhe dobipruese. Holta, urimet më të mira edhe do të jem gjithmonë mbështetja e jote në çdo nisëm që do të kesh edhe në çdo nevojë që do të kesh. Sot e marr këtë detyrë, por ngarkohem me një përgjegjësi shumë të madhe. Një përgjegjësi e cila patjetër do të ketë përkushtimin tim të plot, edhe integritetin tim të plot, për të çuar përpara të gjitha punët e mira tashmë të nisura, të gjitha projektet që kanë nisë, por pse jo edhe për ta ngritë zërin fort, për të vazhduar edhe projekte të tjera, të cilat të gjithëve së bashku, të gjithë skuadrën e institucionale, rajonale në Shkodër, të na drejtoj pikërisht drejt atij pikësynimit final të cilin ne e kemi. Rritjen e standardit të zhvillimit në Qarkun Shkodër për të gjitha njësitë bashkiake në këtë qark, drejt zhvillimit evropian edhe pikërisht integrimin në Europë, ai që është le të themi motivimi më i madh i të gjithë këtij mandati që na pret përpara. Majlinda Angoni drejtoi për më shumë se 5 vite prefekturën e Sharkut Shkodër, ndërsa Holta Duda vjen nga një eksperiencë gjatë si mjeke alergologe e së fundmi edhe kandidate për deputete në radhët e Partisë Socialiste.